Nuk ka, thash edhe një herë, partia në pushtet ka 66 ulëse në kuvend, pa ta nuk bëhet kjo punë, prandaj ata nuk kanë, deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë emër konkret. Glaukonjukta është përmendur në takimin e sotëm? Kemi dëgjuar, e kam parë dhe unë në medje, por po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim, propozim konsiderohet kur ke 31 shkrime në kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar, formal për asnjë emër. Marrëveshje politike, zoti Mustafa? Nuk mund të diskutoj kandidatura individuale, sepse thash deri tash nuk kemi asnjë kandidaturë zyrtare që ka së paku 31 shkrime, prandaj lejoni që të mos komentoj diçka që nuk ka ndodhur. Sa i përket grupit parlamentar të LDK-s, vlen cekët që është unik, është i bashkuar, ka një qëndrim të përbashkët dhe ashtu siç vendosim bashkarisht, ashtu do veprojmë bashkarisht që të 15-it, ndërsa sa i përket marrëveshjes politike, deri në këtë moment nuk kemi një marrëveshje politike, sepse në të kundërtën do të kishim lëvizje tutje. Thash edhe një herë, pra e vetmja mënyrë si ecën tutje ky proces është nëse ke konsensus të gjitha partive politike ose një marrëveshje politike në mes të dy partive. Deri sot nuk kemi një gjë të tillë. Po thash, një marrëveshje politike në mes të dy partive, fillimisht do diskutonim parimet se si do dukej presidenti i ardhshëm, pastaj do të flasim për kriteret specifike që duhet plotësonte një kandidat specifik, pastaj bazuar në këto kritere të pajtuara në mes të dy palëve, nëse po flasim për marrëveshje politike, do të flisnim për emra të veçantë, do të përfundonim me një emër të veçantë të përbashkët në mes dy partive. Çka ju ka tregu Abdi Xhiku, çka ka fol sot saktësisht me Kurtin në takim? Çka është fol sot? Këto që i thash unë tash nuk mund të përgjigjem përderisa nuk kemi një kandidaturë zyrtare, pra po pyetje shumë hipotetike që ne kam pamundur të përgjigjem përderisa nuk kemi një veprim të tillë. Për sa i përket parimeve dhe kritereve, fillimisht do të pajtohesh me dy palët në këtë rast nëse flasim për marrëveshje politike, që po pajtohemi që së bashku ta zgjedhim presidentin, pastaj pajtohesh për parimet, kriteret dhe për emrin e veçantë. Asnjë nga këto hapa nuk ka ndodhur, prandaj e kam pamundur të komentoj. Në parim ne po kërkojmë, thash edhe një herë, ose një kandidat konsensual në mes të gjitha partive politike, pra që do të kuptonte një kandidat jo partijak, ose siç është prehur vetë zoti Kurti, pa librez partijake, ose një kandidat si rezultati një marrëveshje politike në mes të partisë në pushtet ose koalicionit në pushtet dhe LDK-s. Po thash edhe një herë, e kanë pamundur tash të flas për emrat përveçëm. Pra fillimisht dy partitë politike do të pajtoheshin që do ta zgjedhin së bashku presidentin, pa e përsëritur veten, do të pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen dy partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Faleminderit gjithëve, miropafshim në takimin e radhës.